Krerët shtetëror kanë reaguar në lidhje me tragjedinë në Koçan. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova vizitoi 3 spitalet në Shkup, ku janë shtruar disa nga të plagosurit. E ditë janë të rinj dhe guximtar, kjo është smerruese. Besoj se shumica do të shpëtojnë. Mjekët janë duke punuar, nuk mund ta kuptoj si mund të ndodhë diçka e tillë. Disa nga pacientët janë të kontaktueshëm. Çfarë mund të ndaja me prindrit? Së pari shpresë dhe pastaj e kuptoj dhimbjen. Por ata janë të rinj, do ta përballojnë. Por nuk mund të besoj si ndodhi kjo nga mjetet piroteknike. Çfarë duhet parashikuar paraprakisht, sepse nuk është hera e parë që përballemi me diçka të tillë. Ajo shtoi se tashmë janë kontaktuar nga vendet fqinje Serbia dhe Bullgaria, të cilet kanë ofruar ndihmë. Ndërkohë kryeministri Hristijan Mickoski ka shkruar se kjo është një ditë e rëndë dhe e trisht për Maqedoninë. Sipas tij, humbja e jetëve të reja është e pazëvendësueshme dhe dhimbja është e pakufishme. Në këto momente dhimbje të thellë, mendimet tona janë me ata që i kanë humbur të dashurit e tyre, të lënduarve uroj shërim të shpejt, ndërsa familjeve të viktimave forcë për të përballur këtë humbje të paimagjinueshme. Populli dhe qeveria do të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të zbutur, qoftë edhe pak, dhimbjen e tyre dhe për t'i ndihmuar në këto çaste më të vështira. I bëj thirrje të gjitha institucioneve kompetente, shërbimeve shëndetësore, policisë, pushtetit lokal të ndërmarrin masa urgjente për të ndihmuar të lënduarit dhe për të ofruar mbështetje për familjet e prekura. Ai shtoi se qeveria është plotësisht e mobilizuar dhe do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të përballur pasojat dhe për të përcaktuar shkaqet e kësaj tragjedie.